Rreth 2 milion euro është kostoja e shpenzimeve që i është shkaktuar buxhetit të shtetit për pagat e deputetëve dhe të asistentëve të tyre, anise legjislatura e 9 e Kuvendit u konstitua e u shpërnda pa prodhuar asnjë rezultat. Sipas të dhënave të Kuvendit, nga 15 prilli e deri në fund të muajit tetor, vetëm për pagat e ligjvënësve u harxhuan 1.371.000 euro. E 571.000 euro të tjera shkuan në paga për zyrtarët e lartë personal të deputetëve që i kanë angazhuar tu asistojnë në punë edhe pse s'u doli asnjë detyrë. Shuma e përgjithshme e pagave për deputetët e legjislaturës së 9 të Kuvendit për periudhën prill-tetor 2025 është 1.371.017.46 euro. Shuma e përgjithshme e pagave për stafin mbështetës politik për periudhën prill-tetor 2025 është 571.130.78 euro. Kuvendi u shpërnda të njëjtën e me këtë u ka përfunduar mandati deputetëve. Ata do të marrin pagë edhe për 20 ditët e këtij muaji, kosto e cila nuk është e përfshirë në të dhënat e Kuvendit. E përveç këtyre shpenzimeve, nga maji e deri në nëntor, deputetët harxhuan 15.000 euro të tjera nga buxheti i shtetit për mbushjet e telefonave të tyre. Shuma e përgjithshme e shpenzimeve për mbushje të telefonisë mobile për deputetët e legjislaturës së 9 të Kuvendit për periudhën maj-nëntor 2025 është 15.008.87 euro. Melos Kolshi, hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi, shfaq shpresën që një legjislaturë të këtillë Kosova të mos e ketë më. Përveç që ishte e dëmshme për buxhetin e Republikës, kjo ishte edhe e padobishme në bazë të përgjegjësive që pushtetuta e Republikës i delegon deputetëve individualisht e po ashtu subjekteve në përgjegjësi, kështu që një legjislaturë e tillë urojmë që të mos përsëritet kurrë. Përpos këtyre shpenzimeve që te i kalojnë 2 milion euro, ligji për detyrat dhe përgjegjësitë e deputetit parasheh edhe beneficione të tjera për ligjvënësit, përfshirë edhe këta që nuk kryen ndonjë funksion për 7 muaj. Neni 16 i këtij ligji parasheh kompensimin kalimtar. Kjo nënkupton që nga dita e përfundimit të mandatit, deputeti merr pagë bazë nga Kuvendi në vlerë të 1.914 eurove për 12 muaj të tjerë. Këtë pagë nuk mund ta marrë nëse hyn në pension apo punësohet diku tjetër. Individualisht deputetët e kësaj legjislature do të marrin nga 23.000 euro vitin tjetër, po qëse nuk realizojnë të hyra financiare nga ndonjë burim tjetër përgjatë periudhës njëvjeçare. Nga 15 prilli, ligjvënësit e kanë mbajtur një seancë konstituive, 2 për zgjedhjen e qeverisë dhe 1 të jashtëzakonshme, por në asnjërin prej tyre nuk kanë marrë vendime.